Aleatët të ndëshkohen, aleati i Moskës është përblehet. Një vendim i fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka krijuar një paradoks të rrezikshëm politik në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria dhe Kosova, dy vendet më pro-amerikane në rajon, janë përfshirë në listën e 75 shteteve për të cilat pezullohet procesimi i vizave amerikane. Ndërkohë, Serbia, aleatja më e afërt e Rusia në rajon, mbetet jashtë çdo kufizimi. Ky nuk është thjesht një vendim teknik për emigracionin. Është mesazh politik, një goditje ndaj aleatëve erbesnik. Shqipëria dhe Kosova kanë ndërtuar prej dekadash një marrëdhënie strategjike me SBA-n. Mbështetje e palkundur në politikën e jashtme. Prani ushtarake dhe bashkëpunim në NATO. Rreshtimi plot me qëndrimet amerikane në çdo krizë ndërkombëtare. Dhe sot, këto dy vende trajtohen njësoj si vende të botës së tretë, sipas logjikës së shpallur hapur nga administrata e Donald Trump. Serbia, aleatja e Moskës, jashtë listës. Paradoksi bëhet skandaloz kur shes se Serbia nuk ka sanksione ndaj Rusisë. Mban lidhje strategjike me Moskën. Ka histori tensioni me interesat perëndimore. Dhe megjithatë nuk preket nga pezullimi i vizave. Mesazhi është i rrezikshëm. Besnikëria nuk shpërblehet. Interesi i momentit po. Hajde bëhu aleatës hërb, një mësim i hurt. Ky vendim prodhon një mësim cinik për rajonin. Të jesh aleat i SBA-s nuk të garanton as respekt, as trajtim preferencial. Përkundrazi, shpesh të bën më të ekspozuar dhe më të nënshtruar. Kjo nuk është politikë strategjike. Është arrogancë gjeopolitike. Qeveria shqiptare duhet të reagojë. Heshtja nuk është opsion. Qeveria shqiptare duhet të reagojë me të njëjtën monedë diplomatike. Nëse qytetarët shqiptar trajtohen me regjim vizash, atëherë qytetarët amerikan duhet të paguajnë vizë për hyrje në Republikën e Shqipërisë. Jo si hakmarrje, por si parim reciprociteti dhe dinjiteti shtetëror. Aleancat nuk janë fe. Janë marrëdhënie interesi dhe respekti të ndërsjell. Kur respekti mungon, aleanca kthehet në varësi. Shqipëria dhe Kosova nuk kanë pse të sillen si aleatë të përjetshëm që pranojnë çdo vendim pa reagim. Sepse një aleat që nuk respektohet, nuk është aleat, është vegël.